Mirëmbrëma dhe mirë se vinin kallëzo për një me. Sipas rezultateve preliminare, Podujeva do të ketë kryetar të ri edhe kjo komunë nuk ka ballotazh. Shpejtim Bulliqi nga Lëvizja Vetëvendosje sonte është me ne për të diskutuar për planet për 4 vitet e ardhshme. Do synojmë me diskutu edhe për çështjet qendrore që po ndodhin, tash zhvillimet në qendër, në nivel qendror, edhe çështjet e bashkëpunimit rajonal mes komunave. Disa dhëna me sqaruar në fillim, rezultat preliminare të 12 tetorit të zgjedhjeve thojnë që kandidatët për kryetar që kanë dalë në këto zgjedhje janë me 4 renditje, 53% i ka fituar Shpejtim Bulliqi i Vetëvendosjes, Ekrem Hyseni i LDK-s i ka fituar 39%, Isak Shabani i PDK-s 6%, Baki Feta i AK-s 0.85% edhe Gjemal Hasani i Nismës 0.50%. Shpejtim urime, mas pari. Faleminderit ta. Para se me shku të rezultatet, po du pak me të pyet për zhvillimin qendër, po më intereson mendimi jot. E keni dej me 26 tetor, Vetëvendosja me mandatarin e Albin Kurti duhet me i siguru votat për qeverinë e re, po më intereson a keni nis bisedimet, negociatat, a jetë një mu me u bo qeveria re? Po që jeta, ne që është të vërteta, deri tash kemi qenë të preokupuar me zgjedhjet lokale, dhe tashmë nga hona jemi pak sa më të lirë më marrë dhe me punë tjera, për arsye se ne si komunë, si që thotë jo më herët, kemi kaluar pa balotazh, dhe unë besoj që kryeministri Kurti është duke i vazhduar këto negociata dhe është në përpjekje sipër për të bërë numrat për të kaluar qeverinë e re. Unë besoj që Kosova do ta ketë qeverinë e re dhe shpresoj që të ecë ashtu siç është më së miri. Shpejtim, si ish antari i LDK-s, duke e njoftë edhe strukturën e LDK-s shumë mirë. Kallëzom, apo menon që ka shansa me pas një koalicion LDK Vetëvendosje? Pashë që tash, unë e mendoj që kjo kish me qenë me qëndrueshmja për këtë mandat, po të ndodhte diçka e tillë. Nuk është që kam informacionet sakta se deri ku kanë shkuar ose a kanë filluar s'paku këto procese. Se s'po përdoret, më falë që s'po përdoret Shpejtim Bulliqi si njeri që ka meqen LDK, ka të njoftë LDK. Po që tash me ty, mes tjerash. Ju e dini që ne kemi shumë meq andej, për arsye se me ata shokë me cilë kemi punuar gjatë kohë, ndoshta nuk i kemi atë raporte. Albin Kurti pse s'po të përdor, në mënyrë të mirë përdor, jo keq përdor. E kam parasysh pyetjen tuaj. Unë besoj që ne bëjmë përpjekje për me qenë pjesë e këtyre procese, po sigurisht që ka dhe vija tjera përmes cilave domethënë mund të komunikohet mes këtyre dy subjekte politike. Fundja na dim që kryetari aktual i LDK-s ka qenë edhe ministri zotit Kurti dhe besoj që duhet të kenë ruajtur disa raporte prej asaj periudhe kohore që mujnë edhe drejt për drejti pa pas nevojë për ndërmjetësues ta bëjnë një gjë të tillë. Shpejtim, la përshtypje që the e vlerësove që ma e qëndrueshmja e u shprehe koalicioni mes LDK-VV do të ishte i qëndrueshëm. Saktësisht ku je ullën ti, para 2 dite ishte ullën i Mire Ahmeti e tha, unë friksohem që qaj koalicion është i paqëndrueshëm, që neve apet na bjem puna me dëshpru elektoratin, himën koalicion me Vetëvendosjen edhe apet duhet me u rëzu qeveria, nuk është i qëndrueshme, sepse Vetëvendosja i gromet vetën në relacion me dialog, në relacion me Amerikën, edhe na duhet me rëzua qeveri. Për që të na s'podoj me hi koalicion me Vetëvendosje, që ma vonë mës me dështu qeveria. Qka i thu që saj analize që prej tëne ishte e sinqerë, që shtu menojnë ata. Ti po menon të kundërt. Jeta, një çështje duhet kemi parasysh na pranverën ardhshme e kemi çështjen e presidentit të vendit. Një proces kogja sfidues që nuk do të jetë i lehtë për të kaluar. Dhe nëse do të bëhen dy subjekte politike që munden potencialisht ta kem një prezident, ta të kalojnë sfidën e presidentit, zgjedhjes presidentit pa një të lashë të madhe, unë besoj që është koalicion i qëndrueshëm. Ndërsa sa i përket çështjes raporteve me të huajt me Amerikën, unë mendoj më shumë në kamuflazh këto se kush ka raporte të këqija me Amerikën.
pse po mundohen këtë formë. Mirë, s'pe banalizojmë raportet këqia, mirë po, e ke një proces ku që tash ka dalë publikisht ambasada amerikane ka thonë dialogu strategjik nuk do të vazhdoj, e ke momentin krejt e kena po dramën me Grenellin. Qeveria Kurti nuk ishte interesume me i bo kompromiset, jo me prish marrëdhënien, po kompromiset nuk ishte interesume me bo. LDK-ja i thëj ke bëni. Do me thonë, jemi të folë për nuanca dhe taktika, nuk po flasim me shpreje shumë, do me thonë, sipërfaqësore anti-amerikane këto, po qasja e taktikës së këtyne dy partive, LDK dhe Vetëvendosje, është e ndryshme, duhesh me pranu. Asnjëri sot që do me pas kundër Amerikën, po jo o qasje e ndryshme. Jeta, duhet keni parasysh kompromise kur është pyetje e integriteti territorial, sovraniteti i vendit, nuk duhet me pas asnjë subjekt politik me askënd, kushdo qofshin ata, kur në pyetje integriteti, sovraniteti. Ka rrugë, forma tjera ku mund të bëhen edhe kompromise. Por nëse është kompromis veriu i vendit, nëse është kompromis territori i vendit, nuk e di cila është arsyeja për mu bë kompromis. Ambasada amerikane nuk ka lyp kompromis për territor mo. Kanë lyp dialog cilin s'po i duket që është e gatshme. Vetëvendosja. Shpejtim, e kanë thonë publikisht që dialogu strategjik penalim se s'po na pëlqen që apo bën kjo qeveri. Po shtrohet pyetja kush e ka nis dialogun strategjik. Këta për 20 e kusur vjet kur s'kan pas dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është kjo qeveri që ka nis për herë parë dhe ka rrit ambasada me çfarë deklaratë? Edhe ka rrit që me avancu që të nivel të dialogut Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nivel të dialogut strategjik. Prandaj, unë mendoj, se këta për 20 vjet e kanë siguruar dojën e SBA-s. Unë mendoj që duke parë parasysh rrjedhat me punët e kuvendit që shken të shkue, është dashur me marrë një veprim që subjekteve opozitare me kryu një favore që këta me te kalu ma bot procesin cilën fatmirësisht u te kalu ma në fund. Sepse po mos të ishte veprimi i lidhës demokratike që e bëre, në këtë situatë, në kuvendi vazhdon të mbete i blokuar. Dhe unë mendoj që kjo ka dasht mi hap rrugë opozitës tonë për me mujtë marë në qitë pikën ku i marë për me konsultu kuvendin. Dhe këja ju një mojtë që me mri të momenti ku ju thatë na i kena votat, u fryshi që i keni. Po, shpejtim, jemi në situatë ku i keni edhe 2 javë, ma pak se 2 javë me bo qeverisje. E ti po më thu mu, nuk ja ka njësë hala negociatat. Po gja komod jeni të nejtë në krasime që si keni vota. Nuk ka punë që se njësë negociatat, që më besoj që ka filluar negociata për më formu qeveria, ka qenë këto javë të fundit kanë qenë shumë intensive me fushatën lokale, dhe më besoj që mundësia u konë shumë e vogël për më përkushtu ma shumë. Ta shim fazën ku jemi, unë besoj që Kryeministri Kurti do t'i kryjnë punë me kohë dhe besoj që në momentin që të vje koha, besoj që do t'a kem një. Hajde po folim për këtë opcionin që mire përmende. Zgjedhja e presidentit ka me qenë moment këq. Ka me qenë moment që vlen me negocu për ta. Për ty, a vlen me adhan postin e presidentit LDK-s që me formu qeveri? Që po, nëse him në një koalicion, na do të me bo kompromise. Dhe njerë për i kompromise më mendoj që mund tjetë kë. Unë nuk e di do tjetë kë, a do tjetë diçka tjetër, po më mendoj që njerë për i kompromiseve mund tjetë që këtë qështje. Dhe kjo qështje, po thëmë, nuk duhet mu bo mollë sheri që nështë ta pas 3-4 mujve, nëse tash formohet qeveria pas 3-4 muj, 5 muj, sa i bjen, do më arë prapë deri të prishja e zgjëgjë dhe me shmuzje dhe të jashtëzakonshme. Shpejtim, 2, për shkak se ke qenë njeri që edhe para se me qenë vendosje ke ngull kam për demarkacionin, e majnë men këmgullësin tënde, unë po du me të pytë lidhur me një këmgullje apo jo, a ka fleksibilitet Vetëvendosja në lidhur me dialogun me Serbi edhe sidomos relacione me Shtetet e Bashkuara, është kushti i dytë që e lyp LDK-ja. Aktivisht po thojnë, na po dojmë mos mu qenë veç pateris, po dojmë me u konsultu raport me SBA-t. A jeni ju parti mjaftushëm fleksibile me fol me antarin e koalicionit që mase si keni bo 500.000 vota, tash pak me bo vendimin me konsensus, apo ju keni migra me kjujen
pa konsensus me vendos çka do që doni, lidhur me veri, çka do që doni, lidhur me dialog, çka do që doni, lidhur me Amerikë. Unë e di që ju mendoni që keni drejt, po a jeni të gatshëm me marrë konsensusin e LDK-s nëse jeni me një koalicion? Unë besoj që nuk ka qenë diçka e tillë që është bërë çdo gjë pa konsensus, unë besoj që ka pas një konsensus edhe me dialogun deri këtu ku jemi ardhur, dhe ju dini që kryeministri Kurti, zoti Bislimi janë kon pjesë kurdo herë që u kërku për takime me marrë pjesë në dialog, po normal na nuk mujmë me marrë pjesë veç formalisht në dialog, dhe duke shkuar me kritere dhe qëndrimet cilat i merr shteti i Serbisë. A jeni të gatshëm me eftu LDK-n në dialog, në krejt biseda dialogut? A jeni të gatshëm me eftu, apo menoni që veç punë ju është? Unë nuk besoj që ka një të lashe me qenë pjesë ati delegacione dhe prej subjektit politik, hipotetikisht po thëmë nëse ndodhë një koalicion nesër me LDK-n, besoj që nuk ka një farë të lashe. Por, nuk do t'ishte mirë... Po menoj që ti, nështë asje të më kalzu sinqerë, se ti kur ke dasht me e binj LDK-n për demarkacion nuk t'ka ngu. Je moment ku ata i ka ngroh s'ta ka respektu ty mendimin. Tash po bjen puna që ju duni me respektu. Jo, dëgjom, nuk është problemi që s'ma ka respektu mu vendimin, po në kohën kur na kemi qenë kundër demarkacionit, nuk ka qenë veç shpejtimi, kemi qenë 12 deputet LDK-s. Dhe në kohën kur jemi taku në atë kohë, më kujtohet si sot me Delavin, po Delavia ka qenë, dhe më kemi qenë 12 deputet cilë të kemi kundërshtu qatë formë të demarkacionit. Pra ndaj LDK-ja nuk e ka dëgju mendimin e gati gjysme së grupit parlamentar dhe veten, jo vetëm shpejtimit. Shpejtimi e farforme ka qenë si, qysh me thonë, pjesë që kanë punu profesionalisht në qatë fush edhe në qatë problematik, po për ndryshe ka qenë numri madhi i deputetëve, po thëmë cilë e kanë kundërshtu në qatë formë demarkacionit. E po du pak me të pytë për bashkëpunimin me nismën, qysh e shef. Folem për bashkëpunimin me LDK-n, qysh e shet i bashkëpunimin me nismën, dy ministrat Lima janë gjykat për tregun e naftës, a mendon që duhet me bo koalicion me nismën, vetëvendosja tash? Po shqyqone ma herët, ju e dini shumë mirë që më duket nëse nuk gaboj ka qenë kërkesa e nisma që ta ketë kërëparlamentarin. Dhe për kërëparlamentar dihet paka shumë kush është dashtë me qenë në qëto situacione dhe konstelacion forcës që ka qenë. Dhe sigurisht që ne s'kemi pas nga dëshmëri, jo pëse s'kemi dashtë, do më thonë ta bëjmë, po për shkak një të kalure dhe disa gjonat cilat i kam përcjell, po thëmë si subjekt politik ose si individ mërëna ti subjekti politik, mendoj që nuk ka qenë e mundshme të bëhet diçka e tillë. Tash në këtë fazë jemi në një situatë krejt tjetër. Unë me sa di edhe atëherë është ofruar diçka prej ministrive, gjë që nuk e di, po më duket s'kam pas gatshmërinë, me sa e di unë. Prandaj unë tash nëse ka ndryshuar situata, a jeni të gatshëm me ofru? Po shiqo, ne jemi të gatshëm me çdo njërin prej subjekteve politike, cilët kanë gatshmëri. Jo, s'jeni të gatshëm me çdo njërin. Po thu që këtu, po PDK-n s'jeni të gatshëm. Jo, me PDK është thonë deklarativisht është thonë që me PDK-n jo, por këto subjekte tjera politike cilat kanë gatshmëri për me ndihmue, unë besoj që edhe me AK-n jeni të gatshëm? Po AK-ja nuk ka shpreh asnjë vullnet deri tash, nuk e di nëse mund të ndryshoj qëndrimin tash, po deri tash ju e dini si ka qenë qëndrimi i tyre. Qëndrimin e tyre, po kallëzon për qëndrimin e juaj një herë. A jeni të gatshëm edhe me AK-n me koalicion? Shqyqo tash une nuk e di saktësisht edhe s'mund të përgjigjem me korrektësin këtë pyetje tuajin, për arsye se nuk e di në çfarë raporti është. Aja që e di edhe që kishte me qenë koalicioni i qëndrueshëm sipas mendimit tim gjithmonë, kishte me qenë koalicioni i qëndrueshëm, kishte me qenë me LDK-n me shku. Për arsye se me LDK-n unë besoj që kish mund të kalu edhe sfida e presidentit në vitin e ardhshëm, që mund të jetë një sfidë cili mund të krijoj krizë politike në vend. Prandaj me këta tjerë, kushdo që ka gatshmëri mu mbështet edhe mu ofru në proces për me shty proceset me interes të përgjithshëm përpara, besoj që janë të mirëseardhur, edhe nuk ishte dukshme pas një farë pengese. Sidoqoftë tash mbetet mi pa edhe këto ditë çka kanë mbet, edhe të shohim deri ku po shkojmë. Por unë mendoj tash, prapë kjo është mendimi jam, që në çet momentum ku jemi, askujt nuk i konvenojnë që më shkuën zgjedhje të reja. Aq më pak mund t'i konvenoj disa subjekte opozitare që sot ndodhen në opozit,
për arsyeën se na po shohim edhe procesi zgjedhor në nivel lokal në çfarë kohë është As juve, se s'po mundeni me i bo numrat. As juve s'po i po vëna. Që tash, në momentin që s'muj me i bo, nuk ka zgjidhje tjetër, duhet me shumë zgjedhje. Po nas kena me votu ndryshe, qytetarët. Kryesisht, qytetarët janë qasi disponimi, se para 6 muajve nuk na ka ndru neve menja shumë. Qytetarët, nëse e shofin që ne po bëjmë përpjekje për me dalë nga kjo shtatë ku jemi, do më thonë ata e din të gjithë që ne nuk i kemë numrat. Po më folë për përpjekje, komentoma, a ka qenë ngutshme deklarata e Albin Kurtit që opozita janë hajvana? Dhe gjam, ka bre dhe shumë ofendime tjera matrona që jenë bonde për fushata zgjedhore jeta. Tash na kur dojmë gjithë për tekst, për marë deri të një pikë, nuk ka problem. Mirë dhe, kanë marë seriozisht, po të kalzoj po ala tjetër që ka marë seriozisht. Kemi bërë shumë ofendime matë mëdha që jenë përdorë në për fushatat të ndryshme zgjedhore. Jo din cilët kanë qenë raportet mes LDK-s dhe PDK-s. Jo din, ma djenë shkullët deri të nivelli më i lartë i kriminalitetit, e krimit, po thëmë, në kuptimin e politikë që kanë bën ndaj njërin tjetrit, edhe prap jenë të kalu ato probleme dhe në fund kanë ardhur në një koalicion të ri. E mos flasim tash për një ofendim që nështë nuk ka qenë momentumi me ndodhë, po ja që ka ndodhë nga njerë gjonat më ndodhin edhe vetë në momentet saktume dhe tash nuk është dash që kjo mu bu pretekst për me mujtë, ba e gjithë gjojë se nuk po mujtë me te kalu qëtë problem, sepse ju e dini që qëto dy subjekte politike jenë akuzun njëra me tjetër për vrasje politike. Edhe në fund kam përfundu prap në një kolum në një koalicion. Isa Mustafa Mashim tha që një koalicion e kam bo. Në një kolum kam punu. Na këtë zgjedhjet i kemi fitue, në mandat 2014, nëse s'gëboja, 13, kur ka qenë, në këtë zgjedhjet i kemi fitue të Arshim Thaqin. Në fund, edhe puna me votu Arshim Thaqin, në atë kohë një kujtojt që unë nuk votova si deputet i parlamentit dhe zotë që ato filloje më rapsa. Po tash po thu, unë nuk votova se i Meta Besnik votusit e kënej po thu. Amo dhe gjëmë. Tu ka do keq që kanë votua, mirë që kanë votu. Une kam qenë shumë parimor, për arsye se këtë fushatën që kemi bo. Po doni me qenë parimor, kërkur s'pëll shumë pe. Une fola për veti, nuk kom folë për subjektin të politikë, sepse une kam pas... Po do me pështu vetë për ftyrë, e partia me bo kërkur. Jo, jemi koni 5 atëre, ju e dini, një 5 që masaj u sankcionum. Veç një për ty në hinin listë, na tjere do më na deklasum, na qëtër një ashtë listë, edhe s'na lanas me garuam matutje. Po si do qoftë, une ndihem mirë, sepse unë e di shumë mirë çfarë ka qenë fushata jonë, që kemi folë në fushat, edhe marrë situata masaj një personalitet politik, cilin këtë fushatin e bëndëm kunrejtina, i fitun po jenat për qytetarëve, votat për qytetarëve, nëmën që ati, edhe në fund me dalë më rështu me thonë, hajde se pëngës dorën. Me gjithat, kjo politik po me gjithat janë edhe do parime që duhet njëri mi majtë e i dikun. Tash pak po më intereson mendimi jatë për zgjedhjet, jo, hala pashkum po dujev, po du me analizën tënde për vendet ku vët vendosja hinin balotash, në 12 komuna, po edhe ato ku s'hinin balotash. Kalzëm po nisim prej Istogu, Juniku, Deçani, Lipjani, asën balotash s'hit. Që shë spjegon qëta? Shë zgjedhjet lokale jenë këgja specifika, kanë specifikat veçanta në për komunat veçanta. Unë mendoj që aty ku gjendet kandidati i mirë, është një plus i madhë. Nuk është gjithë shka, është një plus shumë i madhë që ndihman për me hesë në proces tutje. Edhe pse tash në këtë ras, unë nuk mund të thëmë që në Lipjan se kemi pas një kandidat mirë, sepse ka qenë një ish luftar, një personalitet shumë me autoritet atje, por fuqia politike e LDK-s edhe PDK-s, në unë hala është e madhe dhe normal e kanë spostu në pozicionin e tretë. Mirë dhe po të pas fuqin politike të LDK-s në Podujev, nëse nisëm për që ati parimin, Podujev ishtë dasht me fitu LDK-ja? Jo, dëgjëm, ishtë dasht me fitu nështë LDK-ja, por jo dini që LDK-ja për 20 vite ka qeverisë me atë vend dhe e dim cilat kanë qenë të arriturat e saj. Unë e gjatë kohë jo dini që kam qenë pjesë që ati subjekti politik. A tu thonë që LDK-ja Lipjan nuk është ashtu e njëjtë si Podujev, ka bodo arritje, krasim me... Shqyqa, nëse shqyqojmë Lipjani dhe Podujevën, më mendoj që Lipjani ka progres.
në kuptim të arritura, të infrastrukturës, sepse në Lipjan o pa ndryshimi. Jo si kur po dhirë që ka qenë, do më thonë, gjatë kohë, gjithçka ka qenë stand-by, do më thonë në një pikë, me disa ndryshime shumë kozmetike të vogla. Lipjani me gjithët ka pas një ndryshim, dhe unë mendoj që kjo nështë ja ka dhënë një përparësi, Zotit Ahmeti, që të hecë për para, për kundra zi që unë mendoj që kandidati jonë ka qenë një djalë shumë i mirë, por i cili nuk ka pas shumë një periudhë gjatë kohore në politikë. Dhe të qenurit ose të futja vonë në kuptimin e rrjedha politike dhe marrës me politikë, nështë ka qenë një element i cili mund ta ketë sankcionuar po thëmë kandidatin. Mirë, dirësja po i bëj intervistat me gjithë për juve kryetarëve që i keni fitu zgjedhjet pa ballotash, edhe po i pys parti tjera, kryetarë tjerë, pse tjerë nuk arrin ballotash, po më përmenet argumenti që partit, edhe këto pa dallim fort, sidomos LDK edhe vetëvendosje, po i qesin kandidat moment fundit. Po i qesin moment fundit, edhe nuk po ka kohë me bind kandidati elektoratin që e ka seriozisht me atë komunë. Pse partit tona, në përgjithësi po të pyes shpejtim, i marrin me kaq rend jo 2, as 3, 4 komunat. Nuk investojnë në pozitë shnosh vazhdimisht. Pse po ndodh kjo? Që është mësë normale që futja në kodë vënur, ose përcaktimi për kandidatin vonë, ndikon negativisht në proces. Jo e dini që Prishtinën për shembull herë kalum kemi pas problem sepse relativisht vonë është dalë kandidati jonë. Edhe kësi herë kolla herët që i keni qenë. Jo, kësaj radhe mendoj që kemi qenë ma me kohë. Po flasë pak ma me kohë, po herën e kalume shumë vonë, apo të përkrason me diçka shumë vonë. Kësaj radhe mendoj që kemi qenë ma herët ditura se kush kanë me qenë kandidat, dhe mendoj që potencialisht janë kriju kushte më të favorshme për me mujtë kandidatet me punu. Hajde po folim për kushte më të favorshme në Prishtinë, e ke partin në nivel zgjedhor i fiton 54% vetëvendosja, 20% ma pak në nivel lokal. Pse? Pse ka që pak? Po që që tash, zgjedhjet qendrore dhe zgjedhjet lokale gjithmonë ndryshojnë. Unë po nisa për komunës time. Në zgjedhjet nacionale, unë veç në vend votim kam humbë, si lvizje vetëvendosje. Edhe ato në Bërvenik që ka pas 50 vota krejt vend votimit, një vend votim të vogël. Kësaj radhe kemi krejt një rezultat pak ma ndryshën në kuptimin e zgjedhjeve nacionale, sepse është numër i madh i kandidatëve që lidhen familjarisht. Do në gjitha subjektet politike ka 39 kandidat me i pasë për shembull, edhe krejt ata kanë familje, kanë rreth, kanë... Dëshmërisht lëviz vota në nivel lokal jeta, dhe ka dallim prej nivelit qendror. Po, veç e ke dallimin me herën e kalume, Harilla Qeku ka ma pak vota se Arben Vitia. Në fund ditës, keni ra në Prishtinë, në kohën që ishi dashur si opozit shumë ma mundësi me pas se s'keni qenë pushtet, s'keni pas që ka me dëshmu për premtime. Pse keni ra në Prishtinë? Që tash, unë mendoj që propaganda e cila është filluar në fillim për kandidatin tonë, ka qenë propagandë shumë e oltë, duke lidhë me faktin që ky se njeh Prishtinën, është i prezente, gjona tjera gjona, kur në të kundërtën është krejt aja sepse ky djalë pas kundër propagandë. Po, kemi pas kundër propagandë. Edhe Shpenda Ahmeti ka pas që është i Mitrovicës, atë kujtohet. E përparim Rama atë kujtohet që i thëshin i Londrës, ka ardhë për isi jashtë. Pa jeta, dëgjëm, na kemi pas një model qeverisës tina për 4 vite, përparim Ramës në Prishtinë. Dhe pat keqe, po, unë nuk besoj që ka pas qeverisje ma dopë në i herë Prishtinë. Se atëherë ti kiro si vetëvendosje. Bash, ti po thu, a i ka qenë i keq, a këne a i ka doli pari. Nuk po di, nejse, a është një diferencë shumë e vogël që ka doli. Shumë e vogël, po, shumë e vogël, po ti ke Rama ma pak se herë kalime. Po, ti jeta, po ta shikje subjektet politike që janë të forta, për shumë, për kjo janë Prishtinë, nuk është e doptë, a kjo janë Prishtinë deri dikun. Kam punu Kam punu gjatë këtune 4 vjetëve. Po kam punu, po ndoshta... Figurat kryesoret vetëvendosjes, po duket që të pa interesum kanë qenë 4 vjetë për Prishtinë.
Jo, unë mendoj që njerëzit duke qenë pjesa dërmuese e njerëzve këtë strukturës të kyçun si ministra, ndoshta edhe për shkak të volumit madh punëve që kanë Po që ata si ministra kanë mujtë me kry do projekte për Prishtinën, me na dëshmu neve që pe aunin për Prishtinën. Po ju e pa që e blokoj, i blokoj, do me investimin Prishtinë u blokun. Ky vetëm dalte edhe akuzën të qeverinë, po në fakt nuk krijon të asnjë hapësirë qeverisë për më mujtë me investu në Prishtinë. Dhe ti nuk mundesh diçka. E ki teatrin, e ki Unozën, e ki muzeon kombëtar, 3 projekte që janë t'juja qendrës që si ka bloku keni mujtë me i kry. Plot ka projekte për Parim Rama që si ka kry. Unë s'po them që ai ka kry, po i ki qendra, niveli qendror, në venet ku s'ka qenë bllokume nuk e kryti asnjë. Jeta, ti mas pare një investim po marr hipotetikisht Ministrinë e Arsimit. Ministria e Arsimit në Prishtinë s'ka mujtë me investu në teritorin e Prishtinës pa i dhonë leja, ndërtimora, po edhe infrastruktura, po edhe te infrastruktura duhet me konë kërkesa e kryetarit komunës. Unë çdo kërkesë imja ka shku në procedurë zyrtare të Ministria përkatëse ku kam lyp fonde. Dhe nëse kryetari komunës nuk kërkon diçka tillë, ose për me thonë më keq tenton me i blloku investimin nga niveli qendror. Njëjtën për Parim Ramës po thotë në Nozën nuk po dojnë me ma bos, po dojmë kredin me ma aprovu. Duhet vendimi qeverisë me ma aprovu kredin, nuk po dojnë qendra. Po për Parimi mas pare ka blokue buxhetin e vetë, domosdoshmë s'ka qenë gjendje që sa ko buxhetin e vetë me miratue. Tash ti lyp fonde në nivel qendror kur e ke bloku fonde e vetë. Tash një kryetar i mirë. Edhe opozita po ma blokon buxhetin. Lutem, unë jam hi me 12 deputet, me 12 asamblista, kam filluar mandatin tim në këtë mandat të plot 4 vjeçar. Dhe asnjë blokad nuk e kam pas. Domethënë kam menaxhuar situatin. Po as ti blokad kur i ki qendrën. Ja, nuk është problemi që kam qendrën, sepse qendra s'ma ka kry buxhetin mu, qendra s'mi ka aprovu projektet mia në nivelin lokal. Ka kry koalicioni, a ke pas koalicion? Po s'kam pas koalicion heq, kam pas një bashkëpunim që kam bo, pa kam gjetë formë dhe rrugë qysh me bashkëpunu me opozitën për me mujtë me shty projektet e mira për para. Shpejtim, për Parim Rama të akuzon që ke bloku punë në kompani rajonale të ndryshme. Jemi të folë për kompanitë si KRU-ja e Prishtinës që e menaxhon ujin. Po qa kam unë në këru Prishtinës s'kom kur zhune, kur farë dikimi shumë. Dejëm, të pastrimi unë e kam një njeri timin që ka një votë të vetme. Dhe unë nuk më jasë me ashtë blokua, s'me ja blokua për Parim Ramës. Si jeni bu bashkë me shkarku menaxhmentin e pastrimit? Po shiqo, unë e kom shkarku në fillim të mandatit, kur e kom marrë, kemi shkarku menaxhmentin e pastrimit. Dhe jemi marrë veshë dhe kemi bo qitë menaxhment të pastrimit edhe ka ecë. Do më unë nuk ka mujtë... A ka ecë mirë? A menon si pastrimit që ka ecë mirë? Unë e mendoj që këtu nuk ka pas problem pëse s'ka ecë mirë. Aja ndërmare ka probleme shumë. Po mendoj që ma shumë ka qenë tendenca me privatizu këtë sektor, se sa që ka qenë tendenca për me ngrit nivelin e... Tendenca me privatizu është për shkak se nuk u kryshin punë që shduhet. E të unë pse u kryshin jeta? Edhe unë të njëjtë ndërmarrje kam. Je qytet ma i vogël, shumë ma i vogël. Po mirë, unë jam qytet shumë ma i vogël jeta, po nëse unë e marrë kamionin tim, ma jep donacion, për shembull Linci i Austrisë si komunë binjakit që jemi ta, ma jep donacion, unë qatë kamion timin, jep si sa ndërmarrje me ndihmu për me më kry shërbime mua, cila është arsyeja kur ky ka pas potencial shumë më të madh në çfarë do aspekti, plus ndihma që është dhënë prej shumë donacione ndryshme që ka marrë kredive ndryshme. Në të kënaqur me shërbimet e pastrimit? Po nuk jemi kënaqur, po kam punu në gusht me ta që qito nivel të këtyne pastrimit letec ma mirë. Plus asaj, kam kriju edhe një ndërmarrje tjetër publike, lokale, për me mujtë me ndihmu dhe punë për me mujtë më shumë. Ti e ke kriju ndërmarrjen tjetër për me kompenzu një vonesë tëne, një ngatësi tëne. Kalzëm se o problem ata me e bo privat. Po sa ndërmarrje publike i ka për shumë për Parimin Prishtinë që i funksionojnë që është shumë ma largë se unë me ndërmarrje publike që ka mujtë me hortikulturë, me ndërmarrje tjera cilat i ka që ka mujtë ka pak do punë ku e ka pa që s'prejeci me këto me shumë. Rejtjo në Borgje. Shqo, atë ndërmarrje, une nuk e di sa e në Borgje, sepse nuk jam marrë drejt për drejti me ndërmarrjet Prishtinës, nuk e di situatin që është, po mendoj që problemi këtë që ka qenë, qysh me thonë, gabimi i parë ka qenë që kjo e blokoj buxhetin.
Kë u dush me gjetë rrugë, mënyrë, me kalu bugjetin e vetë, mos mi pas këtë qëto blokada. Se u mendoj, shumica e këtyre problemeve që kanë lindë, me këto ndërmarrje publike në Prishtinë, janë blokada që u shkaktu me bugjetin komunal. Mirë, po shfoli për 4 vitet e ardhshme, shpejtim, më kallëzom, a mendon që ky menaxhment i pastrimit duhet me metë, sipas teje me nivot që i kia të në bordë? Unë mendoj që edhe po pres shumë që kryetari i ri që të vjen në Prishtinë, e që ai besoj shumë që do t'jetë Herullah Qeku, do t'ullet, mas pari do analizon mirë punën e kësaj kompanije, dhe unë mendoj që kompanive publike duhet me dhënë përparësi, duhet me ndihmu. Analiza jote po më intereson. Unë e kom dhënë subvencion për çdo kompani. Ka me ditë ma pak se ti, Herullah Qeku, nëse vjen. Kallëzom analiza jote që din shumë a shumë për shumë. Unë mendoj që kjo kompani, nëse i ndihmohet mirë, e forcojnë pak, unë kom dhonë subvencion për qëtë kompani. Për njësin të amen po dujev, kom dhonë subvencion për qëtë kompani, do më dhonë regionale që është. Me ndihmu kësaj kompanije, sepse në gati 1000 punëtora, sa i ka, se nuk pëdi 700, sa i ka krejt, me ndihmu që saj kompanije, se të ashtu kështu këto mjetë po duhet me adhonë privatve. Dhe nuk është problemi që edhe privatit janë ka e krynë ku me ditë sa mirë punën. Na peshomi, për ditë po punojmë me kompani private dhe po shomi sa neglijent janë. Dhe pse mos me forcu një kompani që është publike, që kemë numër të madhë të punësorve, por jo duke futur edhe duke mbushur administratën me punëtore dhe duke mos pas trush drejt për drejti që merren me grumbullime e mbeturina në teren. Këtu ka nevoj për një menaxhimat mirë, edhe unë plotësisht pajtohem, ka nevoj aja administratë më rrull, edhe mos zgjeru numri punëtorve fizik që e bëjmë punën në teren drejt për drejti, dhe unë e besoj shumë që me një menaxhim më të mirë, me një infuzion që mund t'jep gjitha komunat që jemi një farë formë aksionarë qaj kompanije, mund të arrujmë këtë kompani edhe mund t'ja hapum sytë, po thëmë, për me bo punën ma mirë. Por jo me blokada. Kallëzëm, derisa po folim jemi në temën e kompanive rajonale, transportin ndërurban, qysh keme menaxhu ndryshe, apo çfarë ndryshime kena me pa të marrë parasysh që ka pas greva? A ka nis, komuna ju i ka nis marrëveshje me Obiliqin? Jeta, ne kemi fillu me bu një marrëveshje ndërkomunale për gjitha këto çështje. Mirë po, kryetari Rama, njërë të njanshme do më morë veprime ndaj kompanive, në veçanti ndaj kompanive që vinë nga Llapi, dhe ju e dini sa problemet i shkaktoj, pa pas asë një nevoj, sepse qëta autobus, ta shesa 60 vite, 70 vite e kanë pas xhamin e Llapit, të më thonë vend ku kanë marë edhe kanë lonë udhëtarët. Dhe nuk kanë probleme që ka shkaktuar të lashe shumë të mëdha ai stacioni autobusëve të xhamia Llapit. Dhe ju shifni sot në çfarë gjendje i ka lonë udhëtarët ato, këta ata udhëtar rrezikohen në rrugë kryesore, domthonë duke hyrë dhe duke dalë nga autobuset ndërurban. Kështu që u mendoj që nuk ka bo zgjidhje. Ne kemi kërku disa herë më ul me bisedue për me gjetë një zgjidhje fatlume për gjithë, dhe unë mendoj që rruga që kish kalu stacioni xhamia Llapit Murue dhe më fut ka hlumin, bilom, dhe me dalë poshtë atje, nuk ka qenë as farë pengese. A takosh, kur keni pas qëtë krizë, keni taku me përparim Ramën, a ju s'takoni heq? Dëgjëm, unë kam insistu 2-3 herënash me kontaktu me to, dhe ajnë nuk ka pas gatishmëri, sepse ka dash me ullë nivelin e dialogut në nivel të zyrtarve, madjas të drejtorave nuk e ka zhvilluar dialogun për nivel zyrtarve. Prandaj unë me nivel zyrtarve s'kam qa me diskutue, kam prit që do të kërkon mu ullë me zhjellë këtë problem. Jo, nuk më ka refuzu, unë i kam shkrua SMS që këmë thonë kemi nevoj mu ullë me diskutu që problem. Nuk ka këthy përgjigje, njerë jo, po 2 herë kam shkrua SMS, mund t'i kem dikun, kam kërkua që t'ulmi edhe ta diskutojmë këtë çështje që mos të krijohen të lashe, sepse s'është... Mandej, a keni komuniku me te mas që aty nesër? Jo, nuk kam komunikue, për arsye se ai, si pas gjitha gjasa, dënë me majtë një farinati gjua që për qitë kompaninë regionale pastrimi, që nuk u konë zgjedhë problemet, sepse forma qysh o bo, se nëse një kompani regionale që farë është pastrimi, ti jaman 2 milion ose 2 milion gjys budget, borgjë, edhe nuk ja pagun borgjën, qysh ka me funksionu aja kompani? Qysh funksioni kompani regionale që është për shembull mrena borgjët 2 milion... Fondja pagujti?
që ka pagu edhe tash është 2 milion e diçka është bosh. Unë para disa ditësh kontaktova në telefon me drejtorin aktual të kësaj kompanie, thot përmbaruesi thot I ka kryer krejt procedurat, thot po mjetet thot nuk po na lëshojnë, thot edhe po rrezikohen prapë për naftë. Domethënë s'kam naftë mjaftueshëm për automjete për me mujt. Përderisa unë jap kamion tamin personal që është dhënë në interes të komunës. A jep nafti? Nëse metin pa naftë, çka bën ti? Që unë mbeturinat nuk më I lo. Unë fatmirësisht e kam krijuar ndërmarrjen lokale, ekollapi, në raste të caktuara kur kam të lashë shumë të mund të aktivizoj edhe ato shtesë me punë, por na nuk guxojmë ta lëmë mbeturinat të mbushet qyteti mbeturina dhe fshatrat mbeturina. Pavarësisht po them që kjo kompani ka shumë makineri, shumë teknologji, shumë pak teknologji kemi pas na si komunë në raport me Prishtinën. Prishtina komplet teknologjinë kryesore është në Prishtinë koncentruar. Dhe na si komuna shpesh herë vujmë, po them ndoshta edhe për një pjesë shumë vogël të makinerive, makinat tona mbesin të pa vëna në funksion atje për shkak të neglizhencave ndryshme ose për shkak mungesës së mjeteve financiare që mund t'i ketë kompania dhe nuk ka mundësi për me çute të këta automekanik të ndryshëm për me mujtë me rregullu makinerinë. Mirë, shpejtim, për shkak se nuk kemi pas kohën çush e kemi sot, atë ditë kur ke qenë debat me kundërkandidat, mas pari faleminderit që si je pri dezertorëve mos me ardhë në debat, po ke ardhë. Sot po duhet të pyet çka është plani urban I Podujevës edhe njëherë në vitet e ardhshme, çka premton me u kry lidhur me planifikimin urban. Cilat janë premtimet e tuaja? Para jeta jemi të punu në planin zhvillimor komunal. E kemi një plan zhvillimor komunal të vjetruar, mbi bazën e cilit është bërë një hartë zonale. Dhe na duhet detyrimisht me bë planin zhvillimor komunal, I cili kemi pas pikat kyçe të zhvillimit në mandatin e ardhshëm për komunën e Podujevës. Pas ta bëjmë këtë plan zhvillimor komunal që po pres nëse e gjithçka deri ka fundi I dhjetorit, ta çojnë në asamble, versionin e parë, dhe nëse e gjithçka rrim me quhe edhe me miratu në nivel të asamblesë planin zhvillimor komunal, atëherë më duhet mull me ekspert fusha me analizue eventualisht revidim edhe ndryshim të hartës zonale, cilën e kemi, dhe fatmirësisht e kemi, me gjithë defektet që ka njerë në ka dasht me na I paraqit, po thëmë, në këtë periudhore, por mirë është që është miratu, me gjithë atë e kemi një hartë zonale, dhe mas si ta bëjmë që të hartë zonale, duhet me fillu me disa plane rregulluse, mrena për mrena qytetit Podujevës për me mujtë paka shumë me definu kahjen edhe orientimin e zhvillimit të qytetit Podujevës. Tash, që është e vërteta, në Podujevë veç kanë fillu më kthy investitorët, veç janë ti ndërtuesit e lartë. Sa kate keme leju maksimumin? Po shqo, jeta unë thasha dite, kjo më varet krejt prej koeficientit në ndërtimit. Tash mos po ma jep një numër sot. Jo, nuk e japi sepse s'mund ta japi dot se s'jam ekspert I kësaj fushë. Është shputa e ndërtimit, varësisht sa lëshosh shputa poshtë në sipërfaqe ndërtimi, domthonjë lejohet mundësia me shku lart. Nëse kemi më gjerë shputën e ndërtimit, katet janë më pak. Nëse kemi më ngushtë, domethënë shojmë hapësirë gjërpruse, ka mundësi me shku në sipërfaqe. E rëndësishme është që kemi koeficient ndërtimi dhe dihet tashmë rregullat e lojës çfarë janë dhe jashtë aty rregullat lojës nuk del kërkush. Jo e din atë a ditë thoshin dikush 16 kat, dikush 20 kat opozita, por s'ka të bëj kjo. Kjo ka të bëj me rregullativën ligjore që kemi fuqi dhe cilën duhet me respektuar. Buxheti I komunës Podujevës është gati 35 milion për investime kapitale. Kallëzom, cilat kanë me qenë projekte prioritare në 4 vitet e ardhshme që premton me I kry me qëto 35 milion. Shqo, jeta na tashmë kemi bon një program të punës dhe ju dini që edhe në këtë mandat që e lam pas, ose po e lam pas sepse ala jam to, kam arrit me realizu diku 94% premtimeve të cilat I kam bo në mandatin e kaluar. Tash sigurisht premtimet janë rrit pak. Sepse edhe neve na u ka rrit apetiti për punë më tepër. Kallëzom. Prandaj, unë I kam të definuar tash më qartë. Ngrohtoria e qytetit. Duhet mu zgjedh problemi I ngrohjes qendrore. Një ngrohje. A kemi ndërtu? Po, ngrohtore? Kemi përfundu? A kemi nis? 4 vjeçarin mendoj që duhet mu kry kjo çështje edhe që ashtu planifikoj, që të shkon gjithçka në rregull, duhet mu stabilizu çështja e ngrohtores. Edhe ngrohja e qytetit Podujevës mu zgjedh si problem. E dyta, e kam funksionalizimin e trafikut urban.
është një projekt që tashmë kemi kryer stacionin autobus dhe tashmë domosdoshmërisht lind nevoja e funksionalizimit të trafikut urban. Do të vazhdoj me zonën industriale, në cilën fatkeqësisht pat angecje. Jo për fajin tim, por për fajin e procedurave të cilat i ka udhëheq Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe tash A menon që kryen çato procedura çet mandat? Po shiqo tash unë besoj që ajo është me ankesa, po më duket. Mos e kanë çuar gjykatë Londën çka më tha ministresha dhe unë besoj që gjykata të jap një verdikt shpejt dhe t'i hapet rrugë këtij procesi. Qoftë ta merr një kompani e cila pretendon tash që i ka plotësuar kushtet për marr ose qoftë të rishpallet ai projekt dhe unë po pres që ky projekt hecë sepse është shumë jetik për neve dhe me u thon drejtën kam pritë që një 7 muaj kam menduar që unë do ta nisi këtë projekt edhe shumë punë vrashta kam pritë që kanë më kryer. Përmenen ngrohtorën, trafikun urban, zonën industriale, tjera projekte. Jemi të punu në fizibilitet të impjantit Tura Vzeza. Unë jam të punu me budget tonin, si komunë, në kolektorin e madhë. A kryet kolektorin këtë mandat? Kolektori madhë kryet gjithsesi, po përse edhe impjantin me përmbyllë mbrana këtij mandati. Impjantin nuk mund ta bëjmë na është përmes Bezhit. Sa kushton? Është 35 milion euro projekt, edhe po shpresoj tashmë ja kemi caktuar. Po, ja kemi caktuar lokacionin me kredi duhet me marr, dhe unë besoj që qeveria. Kolektora bëhet vetëm për qytetin e Podujevës apo për fshatra? Ja, bëhet komplet me fshatra me kredi. Tashmë i kam shtri dikon ja 15 kilometra të gypit finimesh, kolektorit madh, që ka arrit dikon prej fshatit Bradash deri në fshatin Luzhan dhe po vazhdoj me deg tjera të kolektorit madh. Me kry, kam do mjetë budgetore në mbi 3 milion euro investim që kam u bo. Aja pjesa e parë është kry me kredin ndërkombëtare pe austriakëve dhe kostaja e 1 kilometri nga ka qenë shumë e lartë dhe të pas parasysh që po duhet shpenzuar shumë budget me vazhdu me të njëjtin projekt, unë e kam nale, kam ndërprejet kredi, kam bet me qatë 5.3 milion euro dhe kam do budget temin prej komunës, për me mujtë me vazhdu pjesën të tjetër kolektorit, dhe impjantit duhet më bëm me kredi ndërkombëtare që duhet me ndihmu qeveria. Projekti tjetër i rëndësishëm është akumulacioni i pallatës. Është projekt dikun 60 milion euro. Dhe ky projekt detyrimisht duhet më bëm me kredi ndërkombëtare, që duhet me ndihmu qeveria, sepse do të ngritet penda, do të bëhet fabrika. Sa investon pare tuja atë, të komunës? Unë në çdo njërin për këtyre projekteve, edhe deri tash kam vepruar kështu, po do të vazhdoj me vepruar në çdo njërin për këtyre projekteve kam një participim, 1% varësisht për mundësive dhe mosih. Tash të këto projektet e mëdha, nëse merret kredia komplet, tazom, edhe të impjanti edhe të ky, ndoshta do të shkojmë komplet me kredi. Çfarë problemi zgjidh me çet akumulacionin e pollatës? Akumulacioni i pollatës e zgjedh deri në vitin 2065 mo Podujeva as fshatrat, as qyteti mund nuk ka problem ujit pije. Ne kemi probleme me ujit pijes. Unë qyteti Podujevës kam pas shumë reduktime dhe gjatë kësaj vere. Dhe tek që tash ka filluar. Apo e kuptoj që ju keni me tentu, po nuk ka që premtim që po e bën, sepse është shumë shtrajt për me bo me forcat tuaja. Nuk po e bën si premtim që ki me kry. Është projekti Ministrisë Mjedisit, është u kry fizibiliteti, janë 2-3 varianta deri tash fizibilitetit. Këto ditë para pak ditësh ka qenë varianti i fundit që është dhënë dhe po presim që të bëhet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit me kredi. Për arsye se na nuk kemi potencial për me bërë si komunë. Po jemi në rrugë të mirë sepse kërkush se ka nisë këtë projekt para neve. Për herë të parë po niset ky projekt. Kallëzon për tjerat, çka janë plan? Pastaj e kemi disa zona të stazave të gjelbërta, të cilat kanë me lidh parkun kryesor të qytetit me qytetin, me disa prej rrugëve kryesore, me bën një brez të gjelbërt. Do ta rivitalizojmë ose funksionalizojmë një shtëpi në Orlan, që përpara ka qenë planifikuar me bë fëmijë për strejmore, jo strejmore, po pushimore për fëmijë bonjak e gjona tjera, e që fatkeqësisht për 2006 ose 2007 është jashtë funksioni, kemi me rivitalizu që ato, me funksionalizu dhe me kthy për nevoja edhe të sportistëve tonë, po të fëmijëve domethënë në Orlan është një objekt atje, dhe besoj që ky ka me hecë si projekt. Do vazhdojmë me mësimin gjithditor, jeta e kam thonë ditën në takim me ju, unë po pres që vitin e dytë
do shtatë parin nuk do të kemë mundësi me atë, që jem të punu, të investu në infrastrukturë, në zgjerim të infrastrukturës, por vitin e dytë, unë e besoj shumë që në gjitha shkollat e komunës Podjevës ka me fillu mësimi gjithditor, tashmë jem të kry kuzhinën qendrore, ku kam u përgadit shujta për këta fëmijë, edhe për këta të qerdheve dhe kopshte, po edhe për fëmijët për klasës partë e 9, dhe unë e po besoj që në vitin e dytë mandatit, tash nuk po gëzoj me thonë a fillimin e vitit dytë, apo mesin, sepse po bëj përpjekje sa ma shpejt i kry anekset, dikun 3 ose 4 anekset tashmë i kom nisë me ndërtu. Jem të ndërtu shkollën mesme ekonomike, profesionale, dhe shkolla aktuale, objekti aktuale shkollës mesme ekonomike do të shndrohet në shkollë fillore, dhe do i hek 2 shkollat e qytetit pak, do i zbarkoj për numër të madh nxënësve, në mënyrë që mi bot 3 shkolla me numër më të vogël nxënësve, edhe me mujt domethënë me përgatit terrenin për mësimin gjithë. Po du edhe pak me metën urbanizëm, sipas Ministrisë Planifikimit Hapësinor, Podujeva i ka 4796 ndërtime pa leje. A do të sa keme mujt me i procesu për këtyre ndërtimeve pa leje? Jeta ndërtimet pa leje janë problematik e ka hershme dhe vazhdojnë me mbetë të tilla. Tash ju e dini që me ligjin për legalizim të gjitha ato objekte dhe në vitin 2018 që ndërtu, më doket shtatori i vitit 2018, ashtu mos gabosha, i nënshtrohen procesit legalizimit. Dhe unë e di që kemi shumë kërkesa që jenë paraqit për legalizim, procesi hec, është të vazhdu procesin në drejtorinë e urbanizmit, por njëkohësisht kemi edhe ndërtime të reja, mas kësaj periudhe kohore që faktikisht jenë ndërtue ilegal. Para joshe pata kremkrasatin e Malishevës i tha që i ka rënu ndërtime sidomos në toka komunale edhe është përbly me vota që s'ka him ballotash. Ai menon që është përbly e shumë kryetarë të komunave, menojnë që nëse i hynë rënimeve, terasave jom të fol, krejt veneve tjera të uzurpume, menojnë që i hupin votat. Çfarë pozicioni kiti edhe a ki me rënu terasa ilegale? Jeta unë kom rënu edhe në këtë mandat, ju e dini. Kam rënu ma dhe villa disa gazetarëve të cilët më kanë ofendu, më kanë shoh gjatë kejtë kësaj kohe, dhe kam bo kundër fushat ndaj meje. I kam rënu në veçantia ato të cilat kanë qenë zonën mbrojtëse të Orllanit, në të liçeni Batllaus atje, i kam rënu atje, kam pas rënime edhe mrena për mrena hapësirës tjetër, domethënë rënime pa leje, domethënë nuk është që kam hezitu për S'ka pruna në emën të gazetarëve, po. Nuk janë bashkë në emën të gazetarëve. Jo, nuk janë në emën të gazetarëve, por... Emision fact check i verifikimit me legjision. Jo e dini që dokumentacionit i kem na si komunë, edhe në emën të kujna është, edhe qysh ka kaluar... Ani dhe në emën të kujna është, nështë ta janë procese ato që hecin se nuk shlyhen ato. A keni qenë njëjt me krejt ata që kanë ndërtu ilegale, a veç me ata që ju kanë kritikuar? Jo, jeta, nuk ka problem se s'na kanë kritikuar. A keni me dhezë buldozherin për njerës që për vendet që janë ilegalisht uzurpim? Jeta, unë e buldozherin e kam dhezën sot, dhe unë pres që më mrena këtyre pak ditëve besoj, ka me pas rënime prap. Në qendër të jetu folë për qytet Podujevës? Jo, po flash atu ku janë vazhdu procedurat e kanë heq, ka me pas rënime prap, po nuk preshtoj mundësin që s'ka me pas rënë qytet, sepse çdo njëni objekt që është ndërtue ilegalisht edhe cili e prish domethënë atë strukturën e ndërtimit, sigurisht që i nënshtrohet. Po premton që në Batllov hala ka me pas? Vazhdohet gjithsesi sepse ligji është fuqi dhe ligjin s'është kërkuar dhe duhet të respektuar këto kriteret. Çdo gjë që hin procedura nuk mund të ndalet. Çdo gjë që hin procedura nuk mund të ndalet. Terasat, ma shumë po të pyes që terasat e kafeterive, po mbesin që ashtu që shkanë qenë? Jo, dëgjom. A keme bo, për shembull, e keni pa që ato bo e di Roma me terasat e kafeterive? Kemi terasa mbrana e qytetit Podujevës, cilat një farë forme i kemi dhënë vetë në shfrytëzim, sepse kemi inkasu të hyrave të anake për tyre. E këto terasat në Batllov? Ato terasat. Në Batllov nuk ka punë terasa, në Batllov është punë objekte pa leje, villa, objekte pa leje, cilat janë ndërtu ilegalisht dhe cilat... Restoranet a janë rregull me hapësinën që e kanë marrë në Batllov? Restoranet përgjithsisht për momentin janë në rregull, për arsye se pak hapësirat cilat i kanë, ato i paguajnë, domethënë janë në inkasim dhe kthehen si hyrave të anake, por gjithmonë pa e cënuar interesin
publik, po edhe pa cënua ujin. E qysh keni me mujt për do senet vogla po të pysi, që dyqanet që po i qesin, po i uzurpojnë pjesë trotuareve, ato po vazhdojnë po du jep, me qenë qashtu si në Prishtinë, jove që në qëto dy qytete, krejtë Kosovën. Ka pak, ju s'po keni kapacitet, s'po mirëni me ta, uzurpimin e trotuarve. Merret inspekcioni jeta për çdo ditë merret inspekcion me ta. Nuk është që nuk i qesin, nuk i ekspozojnë produktet e veta, është e vërtet që i ekspozojnë, por ne po bëjmë... A muj me bo regull që i ekspozojnë mrena, jo me ta nëzohen hapësirën publike? Po është kriju tash kjo farë mentalitet. Po ti, apo thumë në Batlov është kriju në Endrova. Endrova se ishe i vendosën. Aja është jetas diçka që në mëngjes e vendosën një pjesë, po ne po bëjmë përpjekje maksimale mos mu cenu hapësira publike për komësor. Po cenohet. A i po ta merë, po ta zvoglon hapësira me kalu. E zvoglojnë pak, por në masë madhe po rrujmë prap hapësirën publike. Ma po ta nëzhen parkun para banesës, po ta nëzhen ato raste nuk tolerohen, flasë për disa dyqanit cilat ekspozojnë më shumë madhra ditore, do më thonë paka shumë, ose disa produkte bujqësore cilat ekspozojnë mrena ditës, dhe po bëjmë përpjekje me mujtë që hapësira publike mos më cenu në shkallën më të madhe, por nuk mund të preashtojmë mundësin që shkallët cenim ka pak të hapësirës publike në këtë aspekt. Mirë, keni thonë, po du pak me të pytë për kulturë. Muzeon e qytetit keni thonë që keni me e kry, muzeo ka metë pa pranim teknik. Nuk është i krym? Jo, muzeo e qytetit s'ka fillu hala më ndërtu, nështë mund të ke marrë teatrin, nështë teatrin e qytetit, po teatrin e qytetit para pak ditër që kam shumë funksion, dhe është gjithë që në regull, ka hecë. Muzeon e qytetit e keni kryo? Po, e kemi kryo teatrin e qytetit, dhe me honë... S'ka pas? Jo, u konë teatri, po kemi komplet me do anekse, me do gjona, e kemi kompletu dhe tashmo... Muzeon, po të pës, kur kemi kryo? Muzeon s'kemi fillu ala, do të fillojmë për arë që se ka pas një çështje gjyqësore saj për pronësis, dhe tash u zgjedh çaj probleme dhe tek tash na hapet rruga neve për me investu muze. Besoj që në këtë mandat do ta funksionalizojmë edhe muzeun, sikurse kemi funksionalizuar galerinë e qytetit që se ka pas asnjëherë komuna Podjevës këtë mandat. Palestrën a keni planifikuar ndërtimin e palestrës? Po, është prej objekte që do ta kryjmë këtë mandat, u besojmë bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës do ta zgjidhim këtë problem palestrës. Sepse Podjeva ka nevojë për një palestër më të madhe që i plotëson kushtet dhe standardet për loja të nivelit në shtava ndërkombëtar. E parkingjet në toksore, a premtoni me kry në parkingu në toksor, kemi thonë që kemi pas një problem me një sipërfaqe prej 1 hektari që kemi, 5 ari kanë dalë mrena parkingu në toksor që janë private. Dhe ky proces është në gjykat, nuk guxoj me premtuar sepse nuk e di çu ka me ecë ky proces. Unë kam bërë përpjekje maksimale me mujt me gjetë kompromis me atë pronare atij 5 ari, me mujt me gjetë një formë qysh me ja kompenzu ato, në mënyrë që mos më na prolongum atutje projektin. Përndryshe ju dini, unë kam qenë fazën finale për me nënshu kontratën me partneritet publiko-privat, po në moment fundit u duhet më të heq sepse prona private është e paprekshme dhe për shkak të me ju ikë, po thëmë ne i kallëzimi penal ose diçka që mund të bëhet, domthonë kemi qenë detyruar me e stopuar këtë proces për një herë. Trotuare edhe ndriçim, ku kanë me pa qytetarët e Podjevës saktë në cilat rrugë ndriçim 3 trotuar? Unë besoj që rrugët e qytetit tashmë janë të përmbyllura, shumë fshatra rrugë kryesore janë të përmbyllura, vazhdojmë me zgjerimin e rrjetit publik, gjitha ato rrugë tjera, dytësore, tretësore, varësisht që janë të pozicionuara për fshatra. Kemi dikun rreth 380 kilometra ndriçim publik që kemi bu gjatë. Ama, po më intereson të 4 vitet e ashme, jo që ka ki bu. Gjithsesi. Ami, lagjet ku kemi shtë? Në gjitha fshatrat kemi investime jeta, në gjitha fshatrat ka zgjerim të rrjetit publik, po shkojmë në mënyrë pak a shumë të barabartë në gjitha fshatrat me pas investime. Sikurse për rrugë, ashtu edhe për kanalizime, pastaj trotuare dhe gjona tjera, pothuajse që tash buxhetin që kemi meratu në shtator, para pak jave, domthonë nuk ka asnjë fshat që nuk ka investime në vitin 2026 që janë planifikuar me buxhet. Qoftë për rrugë të asfaltume, qoftë për ndriçim publik, qoftë për trotuare, qoftë për punë tjera nën toksore. I përmene investimit infrastrukturore në arsim, tash po më intereson edhe njëherë ku keme pilotu mësimin gjithditor.
Jo, nuk do të bëj pilotim, nuk do të bëj shaka që shka po Prishtina, une kur të filloj ka me fillu në komplet. Edhe njerë ke thoni sen, që se ka thonë asni kandidat për kryetar në këtë fushat zgjedhore, që keme bo mësimin gjithë ditor në krejt komunë. Po. Mos e ke ndru menjen. Jo, Ta jap rastën me ndru menjen, që është premtim i madh. Jeta, nuk e kam ndru, as e kam plan me ndru, për arsye se unë besoj më shumë të vitin e dytë, që ti mandati unë kam e fillu me mësimin gjithë ditor në tëna shkollat. Tëna shkollat. Sepse kam investu jeta, i kam bo 10 objekte shkollore gjatë që ti mandati. I kam bo 8 qerdhe jeta gjatë që ti mandati. Jem bo se jenë proces, një 3 jenë proces, 5 jenë të kryra. Dhe kam zgjeru infrastrukturën e arsimit. Dhe në sajt që saj po thëmë, po i kryoj veti kadar, jënë 4 ose 5 anekse tash që jem të i bune për shkolla, me zgjeru hapsiren, për me mujtë mu pregadit për mësimin gjithë. A i cakton drejtorat? Jeta, nëse nejherë në këto 25 vite ka pas depolitizim të shkollës, ka ndodhë mandatin tonë jetë. Nuk kam majt drejtora në kontrat, po thëmë, të në kuptimin kontratave të caktura për kohë derisa të kryen zgjedhjet. Të gjithë drejtarët që i kam pasë dhe që i kam plotësu kriteret për mu zgjedhë, si drejtar i kam quë dhe i kam dhonë para zgjedhjeve kontratat e reja. Prej ashtimisht janë 2 ose 3 drejtarë, 4, nuk po jemi sigur sakt, që nuk i kam plotësu kriteret për mu zgjedhë si drejtar dhe kanë metë si drejtar në detyrë. Për ndryshe, nuk kam marrë, sepse unë kam gjetë pjesën dërmuset shkolla me drejtar në detyrë në kohën kur e kam marrë mandatin e parë. Për gjelbrim nuk të pyta, po du me ju këthy premtimit për gjelbrim edhe për ambient. Qka premton? Brezit e gjelbrimit në disa rrugë cilat e lidhin qytetin e Podujeves me parkun kryesor të Podujeves, edhe planifikoj mrena që ti mandati një 10.000 droj dekorativ me mbjell në qytet edhe në fshatra. Kam mbjell edhe kësaj radhe në këtë mandat, kemi mbjell një numër të madh tyre, po kem kogja të lashe sepse pas sistem të ujitjes është bukur problem për me mujtë me qenë gjithë shka në regull. Ka një numër që kanë dështue, na duhet me hjek ata, me mbjell të rritë, por besoni që pa e zgjedh problemin e ujtë, me pas ujitje permanente, kemi shumë dështime dhe ka një herë po kryot përshtypja që po bojmë investime kogja të kota. A i hek drejtorat që i ki taneshëm, a i ndranë? Nuk e di jeta, jëm të mendue, unë e besoj që ka nevoj për me u rifreskue ekzekutivi. Ju e dini që kam pas dikun 40% të ekzekutivit cilë t'jen udhëheq prej grave. A e manë që ato? Kam e bo përpjekje gjithsesi bile, ma dje nëse kam mundësi me shku me rritë 100% jeta, për arsye se mendoj që shumë matë përgjeshme. Nuk e ki asamblejnë krejt, dhe më do shumicën se kem, me kënd je i disponu me ofru koalicion mas pari? Po pres që ti kem minimalisht 16 asamblejës, dhe më duhen edhe 2. Lista Guxo, si pas lista Guxo, po më duket që do ta ketë një asamblejës, Aleonca do ta ketë një asamblejës, nuk di sa kam i pas për dëkëja dhe lëdëkëja, ende. Kujt e afrosh mas pari? Po shqyqot tash me listën Guxo në një farforme, ata s'kam pas kandidat për kryetar dhe një farforme kemi pas një bashkëpunim shkelqyshëm. Ajo çështje domosdoshmë nuk diskutohet, ndërsa për këta tjerë duhet më ulë edhe me diskutu. Faleminderit. Ishte ky Shpejtim Bulliqi, i cili sipas rezultateve preliminare të KQZ-s i ka fituar zgjedhjet pa ballotazh në Podujev, e tash vazhdoni me ndje kallxopi.com-in. Nesër në Roma prap çdo natë jemi deri në ballotazhin edhe fushatën zgjedhore, jemi në ora 7 deri në 8 në TV Dukalgjin edhe në kallxopi.com. Prej neve sonte natën e mirë.